Drilon Gjapollari, përshëndetje për informacionet më të fundit ky redaktori i emisionit ton. Drilon, Mirëmbrëma Altin, ne djaftuar në studio por edhe teleshikuesve të emisionit Max Sport. Po. Atëherë po nisim me një lajm të fundit. Mediat italiane raportojnë se mbrojtësi kombëtare Ardian Ismaili do të mbetet në Serie A edhe për për 3 sezonet e ardhshme. Raportohet se ai ka gjetur marrëveshjen me ekipin e Torinos. Kontrata do të jetë deri në vitin 2028, ndërsa Ismaili do të argëtojë 1.1 milion euro në sezon me marrëveshjen e re. Ka një përmirësim të pagës pasi tek Empoli merrte 900.000 euro në sezon. Pastra janë këto apo nuk dihet akoma? Bruto, neto? Si? Si ku e di më burri? Me tatim a i thot, tatimet i paguaj unë, ti do marrësh 1.1. Tani ku e di ti tani? Te Torino ishe ti tani? Ti e ne jemi të dy këtu. Të qesh me tatim. Ka dhe drejt imazhi, ka dhe... Po jo më burri, tani... Ka pasra vëllarë me tatim gjithë botën. S'ka të pasra. Me tatime ka më po i pagu klubi dikore. Po vajte presidente Paris Saint-Germainit, vajte në gjukat se i merë dhe përsi për pagimin e tatima. Okej, ecim. Ismaili. Po që për lekët zinë shqiptarët, po hajde, ecim. Unë lekë, është vërtet. Edhe Armando Broja pritet të largohet nga ekipi i Chelsea për të ka shfaqur interes disa ekipe, është lakuar edhe për një rikthim në Holland tek Ajaxi, por së fundi ka dalë në skenë ekipi i Beşiktaşit. Broja është duke kaluar pushimet me dashur e tij tani në përmet, megjithatë është duke marrë menaxheri i tij sa i përket klubit të ri, po kërkon një klub ku të luajë rregullisht. Ku është Drilon? Edhe një herë? Po. Për Brojën, ku është? Aktualisht është duke kaluar pushimet me të dashun e tij në përmet. Në përmet, e? Po, pas një javë interesante që kishte për te oqeanit. Ndërkohë, nëse do të shkonte tek Beşiktaşi, aty do të gjente edhe Ernest Muçin dhe Milot Rashicën, megjithatë për Muçin ndryshojnë situatat pasi sërish media turke raportojnë se mund të ketë një largim gjatë kësaj merkatoje të verës. Në fakt, Muçi është përgëzuar për performancat e tij, por edhe është kritikuar në Turqi, mbetet shihet se çfarë do të ofrojë kjo verë për sulmuese kombëtares. Ndërkohë, Lindon Selaj, i cili në të kaluar është zhvumbulluar edhe nga kombëtarja pasi fitoi titullin me Rijekën, do ta vazhdojë karrierën në Poloni tek Lodz. Mediat raportojnë se 26 vjeçari ka rënë dakord edhe për shifrat e kontratës, do të mbajë fanellën me numrin 18 dhe do të prezantohet ditën e mërkurë kur do të nisë edhe fazën përgatitore. Kontrata do të jetë për 3 vite me opsion për një edicion të 4. Aty do të ketë edhe mesfushori e kombëtares Julian Sheu, i cili ka pasur performanca vërtet pozitive. Ndërkohë, mesfushori shqiptar më i komentuar në këto momente është Ardon Jashari, i cili pritet i bashkohet Milanit për shumën e 35 milion eurove. Klub Brugge kërkon që ta mbajë futbollistin edhe për pjesëmarrjen në Kupat e Europës, ndërkohë Iglitare kërkon ta ketë sa më parë mesfushorin i cili luan për Zvicrën, për shkak se Allegri kërkon ta ketë gati ekipin. E kërkonte edhe Man United e kërkonte seriozisht Jasharin. Edhe në Premier League ka pasur interes, por sfundi edhe Borussia Dortmundit po interesohet për shërbimet e tij, por mesfushori ka arritur verbalisht kontratën ka gjetur marrëveshjen me Iglitaren, i cili po insiston për ta finalizuar këtë operacion, ka marrë edhe okejin e presidentit të klubit për të shpenzuar këtë shifër rreth 35 milion euro. Dëshira e Tares është për 30, ndërkohë Klub Brugge kërkon 35. Ndërkohë ish mesfushori Partizanit Gjelbrim Taipi do të vazhdojë karrierën në Kosovë te Prishtina, e cila po vazhdon përgatitjet për Conference League. Për Aslanin qasohet Drilon sepse ka qenë lakuar shumë në mediat italiane me ekipun trajnerin rumun, po ka një le të themi ringjallje në ekip, po aktivizohet më shumë, ka liri veprimi, ka fantazi, iku dhe Çahanoglu dhe tashmë është e vërtet, ka ndryshuar situata për Kristian Aslanin, pavarësisht se gjatë periudhë është diskutuar shumë nëse do të qëndrojë apo do të largohet gjatë merkatos së verës. Nga njëra anë është Interi që kërkon të arktojë sa më tepër para, por edhe trajneri Kivu dhe fakti që Aslani ka luajtur gjatë botërorit klubeve dhe për më tepër ka marrë disa detyra më të rëndësishme edhe ekzekutimin e goditjeve të këndit, të lira, të cilat tregojnë se po projektohet tek Inter. Megjithatë, nëse vjen një ofertë e rëndësishme gjatë merkatos së verës, mund të ketë ndryshim ambienti për mesfushorin e kombëtares,
i cili dëshirojnë që të qëndrojë tek Interi dhe të mos largohet në fakt. Ndërkohë kemi edhe disa video interesante, por para se të shkojmë edhe një deklaratë e Cristiano Ronaldo, i cili është komentuar shtunë në shtypin britanik. Ai thotë se Arabia Saudite është mes 5 kampionateve më të forta në botë, kush thotë të kundërtën nuk merr vesh nga futbolli. Me sa? Mes 5 kampionateve më të forta në botë, po. Kujtojmë se ai pak ditën parë rinovoi dhe kontratën për 2 vite, ku do të argëtoi 400 milionë euro nga ekipi i tij Al Nassr. Po mirë, Cristiano Ronaldo nuk është budalla, është i zgjuar, ai bën marketing në çdo moment. Dhe derisa luan aty si do thoj, nuk janë ndër 5. Megjithatë, në Arabinë Saudite kanë shkuar shumë yjet futbollit evropian që po dhe Mitaj ka ofertë. Edhe mbrojtësin e kombëtares Mario Mitaj. Më thanë që edhe Mitaj nga 5 milionë që kanë marrë arabët duhet ta shesin. Po, duan ta shesin. Ka pasur një ofertë zyrtare në klub, nuk është bërë i ditur emri i klubit që kërkon shërbimet e Mitajt, është ekip evropian. Mitaj ka qenë titullari pa diskutueshëm ku fitoi edhe titullin kampion në Arabi. Megjithatë mbetet shihet se çfarë do ndodh pasi ata paguan 5 milionë euro tek Lokomotiva e Moskës për siguruar shërbimet e tij. Kemi video shumë interesante nga Ibrahimovic, i cili duket se është postuar nga projekti i Milanit dhe po vazhdon pushimet, por ka shnuar një gol vërtet të veçantë në pishin, duke kujtuar atë që realizoi kundër Anglisë. Mendimin e regjisë dua ta ndjekim të gol, është vërtet interesant për mënyrën e realizimit në pishin. Po. Ibrahimovic, ndërkohë është komentuar më së shumti edhe firma e mesfushorit francez Paul Pogba, i cili ka nënshkruar me Monaco deri në 30 qershor të 2027-s. Me njëherë pasi nënshkroi kontratën, shpërthen në lot, nuk mban dot emocione, duke kujtuar periudhën rreth 2 vite shumë të vështira të qëndruar jashtë fushave pas si doli pozitiv me doping. Po. Dhe gjithashtu për ta mbyllur me yllin e Barcelonës dhe të Spanjës, Yamal, i cili është bërë viral, disa vajza i kërkojnë të bëj një fotografi dhe ai ja u bën këtë fotografi, por një nga vajzat duket një fytyrë e parë dhe pyet se si e ka emrin dhe Yamal i përgjigjet Ryan. Më pas i bën foton edhe vazhdon, po kjo video është komentuar shumë. Mirë, Drilon, të falenderoj për gjithë informacionet dhe natyrisht gjithë prezencën në strukturën e emisionit dhe programimin e ti. Jemi në fund, ja përmendim dhe diçka? Jemi në fund, por edhe njerë për t'ju kujtuar Chelsea në rinisë së përjetshme, Ki Klinik, në zemër të Tiranës pran ish ekspozitës ndodhet Ki Klinik, aty ku bukuria takon me shkencën dhe teknologjinë më të avancuar në kujdesin e veçantë të doktoresh Artiola Jaupaj, kirurge plastike dhe estetike. Në këtë klinik do të gjeni një gamë të gjerë trajtimesh estetike për vajza dhe djem. Ofrojmë skin booster, fillera, trajtime kundër rudhave, mezoterapi për mirëmbajtje estetike me aparatura moderne, transplante flokësh dhe vetullash, ndërhyrje kirurgjikale estetike për korrigjimin e asimetrive në fytyrë dhe në trup, operacione të hundës, veshëve, gjoksit, rimondelimi i barkut pas shtatzanis, lifting i fytyrës dhe trupit pas humbjes së peshës apo varjes së lëkurës. Në Ki Klinik çdo trajtim është i personalizuar sipas nevojave dhe dëshirave tuaja, sepse ne besojmë që bukuria është unike për secilin. Ke vajtur te Ki Klinik? Kam vajtur patjetër dhe kam marrë një trajtim 10 nga 10. Mirë, mos harroni, shkoni te Ki Klinik, por gjatë gjithë javës ju do të shkoni te Matrix. Dielën andishin ne. Faleminderit gjithëve që ishit me ne. Lamçe, Nikol Zhupa, Iliriana Liu, Tampogoni, Alfred Delialisti, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, mirupafshim.